Një mbrëmje të mbushur me emocion dhe art, artistët e orkestrës së Radio Televizionit Shqiptar sollën koncertin e veçantë Klasikët që frymëzojnë në drejtimin e dirigjentit Gridi Kraja. Një repertor i zgjedhur që përfshiu kryevepra të muzikës klasike shqiptare dhe botërore, përqafoi publikun me tinguj të thellë. Koncerti nisi me uverturën Carmen dhe vijoi me arje dhe pjesë instrumentale që sollën një udhëtim përmes epokave dhe stileve të ndryshme. Në skenë shkëlqeu edhe sopranoja Marina Kurti me një interpretim të ndjerë. Një nga momentet kulmore të mbrëmjes ishte interpretimi i veprës së njohur të Ennio Morricone, Gabriel Oboe, ku publiku pati mundësinë të dëgjojë solisten Jonela Golemi në flaut, ndërsa në temën prekëse nga lista e Schindlerit, emocionet të shtuan fal interpretimit virtuoz të violinistes Laura Lozi. Unë lueta Schindler's List nga filmi shumë i famshëm, soundtrackun e këtij filmi. Unë në fakt do performoj një pjesë të Ennio Morricones, Gabriel Oboe, një pjesë shumë e bukur, një kantilene e këndshme. Programi përfshiu vepra si Malësoria, Margello, agimet shqiptare si dhe kompozimet të njohura ndërkombëtare si Cinema Paradiso, Debora, duke kulmuar më tej me madhështinë e Skënderbeut. Ishte një koncert i realizuar mirë, një koncert që edhe publiku e mirëpriti me larmishmëri veprash nga ato shqiptarët huaja dhe muzika filmit, kishte edhe solist shumë të mirë. Ky koncert ishte jo vetëm një festë muzikës, por edhe një homazh për kompozitorët që kanë frymëzuar breza.